strategji të ekipit lojës të e kundështu ose të akuzu me diçka zotin Kurti ta fitosh një betejë. Zoti Kurti është kryeministri i popullit më pro-amerikan. Dhe ky popull do duhet ta ketë një qeveri posaçtu siç është qeverinë më pro-amerikane. Pse nuk po duhet të zgjedh populli qeverinë më pro-amerikane? Cila është ajo? Zgjedhjes është çfarë është? Po problemi është që do duhet kur thu do duhet ta kishte. Shtetet e Bashkuara të Amerikës si duket ajo qeverinë se kjo s'po duket mjaftueshëm për amerikanë. Na nuk pe gjykojmë, po na kanë thonë. Po e them, me vot, populli më pro-amerikan zgjodhi për kryeministër, për pisatën herë me radhë, zotin Albin Kurti. Nëse ty nuk duket mjaftueshëm zoti Kurti, pro-amerikan, kush duket? Si duket ajo qeveri? Është Abdullah Hoti, është Lumir Abdigjiku, Adrdian Gjini, apo Bedri Hamza? Jo, thuma se raportet e Kosovës, flet për zotin Kurti, edhe të analizojnë Amerikës nuk janë lidh me krerë qeveritar, dhe përveç saj, as edhe një moment Republike e Kosovës, Kosova qytetari saj, kur ka vepru në koordinim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë nuk gjej diçka që ka qenë e dëmshme për këtë vend. Dhe në asnjë mënyrë nuk besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës... Një argument që ta kundështon. Hajde? Gjykata speciale. Absolutisht. A kemi kundështimin e ti që gjykata speciale, procesi që ka zhvillu, ka qenë kundër krykput kundër krerëve të UÇK-s, kështu bardhëzi. A jemi të pajtuar? Po. A e dim që ambasadori amerikan i ndiqte deputet? Nuk ka qenë ambasadori amerikan, ka qenë ambasadori holandez. Jo, të lutem shumë. Po, ambasadori holandez. Që ka pas ashim thashi Bile që ishte ma interesante me tani po më që prandaj ne duhet të kujdesshëm me këtë që nuk kemi regullu duke bo presion në qeverit e vendit. Mirë, po problemi është që unë nuk gjej as edhe një moment në historinë e raportit të ekzistencës së çështjes së Kosovës, më pastaj Republikës së Kosovës, ku është vepruar në koordinim me Shtetet Bashkuara të Amerikës që ka qenë e dëmshme as edhe 1 milimetër. Gjykata speciale do mos. Tjerat kush është kryeministri më pro-amerikan? Kush do të ishte sipas teje? Unë nuk unë në fillim e thash. Mua më intereson qeveria të ndjek vullnetin e qytetarëve të vendit dhe të mos krijohet asnjë atmosferë refuzuese nga leadershipi politik në raport me interesin e Kosovës për pas raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Hipotezën që ky popull më pro-amerikan voton në shumicë njeriu që e shesi pro-amerikan. Edhe beson në to. Nuk i ka marrë votat në llogaritë pro-amerikanizmit. Pro-amerikanizmi nuk duka kundër korupcionit, unë po them prapë, dërtimi kapacitetit. Pajtona në plotnime të fjallshin populli më pro-amerikan, pajtona në plotnime. A diçka është pro-amerikan? Dhe unë dua të besoj dhe shpesoj që këtë popull e den që duhet ta ketë një qeveri sovranitetin, ligjshmërinë në çdo cep. Që kjo për mendimin tim është ai patriotizmi, cili do shtet. Absolutisht, në asnjë moment nuk e kanë kërkuar as Washingtoni në të gjitha administratat një mos vendosje të ligjshmërisë në gjithë territorin e Republikës Kosovës. As edhe Bashkimi Evropian në vazhdimsi na kanë thonë duam që në Republikën e Kosovës të mbretërojë ligjshmëria në gjithë territorin e saj. Po më dëgjon tash ti pak. Ligjshmëria po pajtohemi këtu. Po gjitha e tolerancë që është bë gjatë këtyre viteve, asnjë shtesë do ta lejonte brenda territorit vet. Kur? Çfarë shet tolerancë më shumë të madhe se sa arritën ato struktura deri në masën kontrabanda, deri në masën e sulmeve terroriste. Do me thonë, kretë ato ishin akumullim. Kur fillun me u shkull, atëherë filloj me ushtri ligjshmëria. Pra, unë qëta e quj atë patriotizmin pro-amerikan që na kam sushtë edhe Bashkuara të Amerikës. Pajtona, ju e dini që në çështjen e temave, në çështjen e temave dhe definicioneve, vendosim në mënyrë tabelare. Çfarë nënkuptohet me këtë veprim, çfarë nënkuptohet me këtë veprim. Unë nuk mbaj mend që as edhe një administrat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka kërkuar diçka Kosovës si kundërpeshë ndaj veprimit përveç se i ka dhënë maksimumin e maksimumit
bilen situata që për rrethonat e krahasimeve të vendeve e të popujve që sot nuk kanë qytet. Ti e kontestove pro-amerikanizmin e Albin Kurtit. Ta dëshmova me veprimet qeverisë. As nuk e përmenën këtë fallë konteksti. Nuk e përmenën këtë fallë konteksti. Duhet ketë qeveria, duhet ketë populli pro-amerikan, duhet ketë qeveri pro-amerikane. Po dyshan që s'mune Jo dyshim. Është shpjegim që unë që po them çfarë duhet. Vetëm të përfundaj, ka plot popuj, kombe, që sot nuk e kanë privilegjin ta kenë një emanet që është shteti. Dhe këtë emanet që është shteti, e kemi të fuqizuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që duhet të jemi mirënjohës gjithmonë. Mustafa, keni folur më spaku sonte. Është shumë mirë me qenë me SBA-n, po më varet me cilën SBA je. Unë besoj që Kurti dallon me cilën SBA është. Ka që për mbyllë. Zoti Biden nuk i rohë tamam, presidenti Trump nuk i bje tamam, me cilën. Edhe me këto fjali e mbyllim. Mendoj që duhet. E mbyllim këtë edicion. Faleminderit shumë Mustafa, Arta, Maloku, Pozori, Lenori. Faleminderit shumë. Diskutimi të jetë konstruktiv apo jo?